Ne kemi raportuar disa herë për unifikimin e çmimeve të barnave, i cili ka hyrë në fuqi më 1 shkurt 2024, që nga ajo periudhë, sipas vëzhgimeve tona dhe deklarimeve të farmacistëve, vazhdimisht janë shfaqur lëvizje çmimesh, mungesa barnash dhe vështirësi në furnizim. Sipas farmacistëve që takuam sot, situata është përsëritur sërish, kësaj radhe mungesa është albuminat dhe mungesa ka bërë që çmimi të rritë të dukshëm, një produkt që më herët kushtonte 25 euro, tani shkon deri në 65 euro, varësisht furnizimit dhe sasive të mbetura në treg. Farmacistët nënvizojnë një tjetër problem shqetësues për qytetarët, produktet me më pak mililitra, po shiten më shtrenjtë se sa ato me sasi më të mëdha, duke krijuar çrregullim në raportin çmim-përmbajtje dhe duke rritur pakënaqësinë e konsumatorëve. Sipas tyre, deri kur tregu të stabilizohet dhe furnizimi të jetë i rregullt, luhatje të tilla pritet të vazhdojnë.